një prej mrekullive të Abu Dhabit dhe konsiderohej një prej mrekullive të hospitality në të gjithë botën. Emirates Palace, hoteli që po shihni mas spinës time, 3 miliard euro investim, 850.000 metra katror hotel, më shumë se sa 2600 punonjës nga 50 vendet botës, 394 dhoma dhe suita, nga cilat 92 suita në pjesën qendrore të pallatit Shu janë suita të cilat i dedikohen familjeve mbretërore të botës arabe, të cilat i mbajnë aty të mbyllura dhe hapen vetëm kur vinë përfaqësues të tyre. Është ndërtuar në vitin 2010 dhe konsiderohet një nga 3 mrekullitë e Abu Dhabit, së bashku me xhamin, bashku me pallatin presidencial dhe Emirates Palace. Është një prej hoteleve që konsiderohet me shtatyje në të gjithë botën dhe sot absolutisht një prej mrekullive të botës, do t'ju tregoj edhe nga brenda. Without windows. Yes. The same. Yes. Sometimes the VIP doesn't want to go to the restaurant, so we bring the restaurant to him. We do set up here buffet. It's amazing. Yes. Spacious, huh? It's absolutely. Upstairs is much way bigger than here. Yes. I wish I could show you, but I cannot. And they have this luxury extra room, like bar or shooter room. Still inside the building. And this is the bedroom. And there is also the outside terrace. Yes. Want to go outside? Yes. Amazing view. You see, that is the presidential palace. Yes, I know. Yes. So this is why this palace is a big deal. So in any country that has that mostly do with Yeah. The closest with the. Kjo është e mesmja. Konsiderohet e mesmja, po shihni çfarë pamje ka. Wow. Wow. looks like Atlantis. And this is so big, huh? Yeah. This is the smallest wing, or Our wing, yes, private beach, and this will open soon because the weather is getting again cool. yes. It's called Sand and Call, where we have a It's a private beach only for the palace, or for Only for the palace. only for the palace. And there is beach for everybody. yes. It's beautiful. Yeah, we're about to have the high season now. You know, the weather will get cooler. Then we get to entire Abu Dhabi will get again full.
I contact the sales team so they can give you accurate Yeah, information. more information. Yes. Here we're on the 6th. Exactly. Beautiful. Why there is 5, here is 6? Because everything looks the same. So when you stay in your room, which is for example 6025, you need to know where to go. Otherwise, it's like a maze. Your suite will be facing this number, so don't get. A e kuptoni çfarë ndodh? Numrat këtu, se unë ngatroj të orientuar në suitat ku do shkosh, sepse nëse nuk do kishe numra, nuk orientohesh si në piramidat e Egjiptit. Humb brenda kësaj dhe nuk e di cila është suita jote, se janë të gjitha njësoj. Edhe shiheni këtu çfarë kupole që ka. Spektakolare. It's great. Suitat e familjeve mbretërore të botës arabe, se cila familje mbretërore e botës arabe ka një suitë të sajën që është e ndryshme dhe nuk shkon askush tjetër. Një ka familja mbretërore e Arabisë Saudite, një ka familja mbretërore e Katarit, një e Bahreinit. We have almost 300 rooms. 300 rooms. 300 doma. And how many square meters is the whole hotel? I need to. Including palace and the wings. Yes, Palace. We are one of the most popular destination here in Abu Dhabi. People come here to enjoy coffee, you know. The most of the people I've seen there are visitors who wants to see the palace. Yes, it's a palace, on the beach, they pass. We have the famous golden cappuccino in the episodes. Famous golden cappuccino? Yes. Why is famous? They make the cappuccino with gold cereals. They will make the logo of the hotel. Yes. They will make it in the cappuccino with gold. It looks very nice, very Instagrammable. With real gold? Real gold cereals, yes. Where, here? Yes. Over there we do it. We do the magic right here in front of your eyes. Here in the front is Sheikh Zayed. Yes. Sheikh Zayed is the leader of UAE who changed UAE, you know, Yes. from the industry, as I mentioned before, from the industry of the pearls to the industry of oil. So here is How many restaurants you have? We have many restaurants. We have international, the Van Damme, we have Akasan, we have which is Chinese, we have Straw Fire, which is Japanese. We have Italian restaurant called Talia downstairs. They're working. And here is the main gate to the sea, To the beach. to the beach. Downstairs. How many pools you have? We have 2 pools, Yes. one by each wing. We Yes. have one pool dedicated for adults and one for families. It will be 1 kilometer. 1 kilometer. How many years they needed to build it, the hotel? I heard like 5 years or so. 5 years. 5 years to build all this miracle. It's huge, you know. This is like the face of Abu Dhabi, you know. Yeah, absolutely. This is the Burj Al Arab of Abu Dhabi. Of Abu Dhabi. And it's beautiful. It's something crazy. And here are the restaurants in the area? Yes, we have the. I need to check out the sales. You know, we have all type of high-profile guests here. And you have your own security measures, or? Yes, we have high strict security measures here in the Emirates Palace. Yes. You can see the security of the type of guests who come here. So we have high security to look after them. Downstairs are the ballrooms, huh? Yes. It's amazing. By hand, huh? Shiheni çdo gjë. Farms. And you have an entrance there, Yes, we have an entrance. dedicated? We have many entrances for the ballroom. How many entrances you have? I wish I know. Wow, so beautiful over there. Shiheni sa e bukur është pjesa e poshtme e pishinës, e bazenit, që duket poshtë është fantastike. Can you find someone who can show us the outside
Sure, I will check with the concierge team. Yes. With a buggy. Did you check out our spa also? It's very famous. Where is? Spa is by the wing. We can take a buggy, take it to the spa. We need a Very buggy to famous go. spa Okay. here, very popular. It has a Moroccan hammam, many. Someone can show us the spa? I'm sure they can show you the colleague in this one. Për të bërë fotografi, është e famshme fotografia që vendosin poshtë që të kapet dhe nxjerrin kokat për të kapur pjesën e madhe të kupolës. Aty është eksaktësisht qendra. Janë ture të organizuara që vinë vetëm për të parë hotelin. They're organized only to visit the hotel. Është pjesa qendrore. This is gold. It's golden painting. Yes. Shive, e pikturuar me gold e gjitha, me gold të vërtet, ose ja ku e keni këtu sipër, e gjitha me gold të vërtet. Është jashtëzakonshme. Si kaluat mirë? Emisionin tuaj. Faleminderit. Përshëndesim. Me kënaqësi të madhe. Si jeni mirë? Si kaluat? Si shkoni? Apo kënaqeni? Mirë. Jo, mirë. Mirë, mirë. Kalofshi mirë, mirupafshim. Faleminderit. Mirupafshim. Po presim të dalim jashtë, shohim span dhe pjesën e jashtme. Pas edhe pjesa e jashtme, pra po shkojmë te pjesa e spas dhe pjesa e jashtme e pallatit, 1.2 kilometra afërsisht linja kryesore, edhe duhet ecësh me bagi, se ndryshe do qerekore të shkosh nga i cepi hotelit në tjetrin. Shihni dhe pjesën e jashtme të pullave të reja të Abu Dhabit, kur është ndërtuar Emirates Palace diku rreth vitit 2009, nuk kishte pothuajse asnjë gjë përpara. Spaja është e famshme, ja dhe pamje qendrore. Kjo është pjesa e pallatit, the palace, dhe në dy anët janë dy krahët ku janë të vendosur dhomat dhe suitat normale. Kati i 8, kati i sipër fare, është kati i familjeve mbretërore arabe, të cilat nuk i lëshojnë suitat, nuk i lëshojnë për askën tjetër, vetëm për familjet mbretërore, edhe shadrvani përpara. Po të vini re, këto janë dy hyrjet, por delegacionet hynë në një derë tjetër, e cila është krejtësisht e dedikuar. Në anën këtej përballë është pallati presidencial i Emirateve të Bashkuara Arabe, me një pamje shumë bukur. Llogarit ne kemi 5 minuta që ecim. Emirates Palace u ndërtua kur Abu Dhabi kishte nevojë për një simbol të mikpritjes dhe të luksit, nëse mund të themi kështu. Në kohën që Dubai kishte ndërtuar Burj Al Arabin, hotelin e parë me 7 yje në botë, Abu Dhabi vendosi të ndërtojë Emirates Palace, i cili do të ishte po ashtu një hotel me 7 yje, edhe sot nëse klikon thot 7 star hotel, dhe që do të kishte të gjithë mikpritjen e famshme të botës arabe dhe një shërbim të shkëlqyer. Befasimi ishte numri i dhomave, shoqëruesim tha që janë 300 dhoma, në fillim u hapsi Emirates Palace, pastaj ishte Kempinski Hotel, dhe s'fundmi është Mandarin Oriental Hotel. Shifeni çfarë mrekullie është pjesa e gjelbërimit. Jemi në shkretir, shife, e gjitha gjelbërim nga të gjitha anët. Ka marinën e vet, ka span e vet, ka shiheni me bagi mund të shkohet direkt në pallatin presidencial. Rruga për të shkuar atje, por jo këndin e vizitorëve. Ka fushat e futbollit, shiheni disa fusha futbolli në njërën anë. Çdo gjë e gjelbëruar. Është e pa besueshme se sa shumë sipërfaqe kanë ndërtuar. Tani po futemi në pjesën e spas. Ka fushat e tenisit, ka pjesën sportive. Duke di se sa duhet jetë numri i punonjësve që janë prezent në këtë hotel. Zakonisht hoteli nuk është i hapur për ture në pjesët e brendshme, si qymë ne në suitat e tjera, por me ndërmjetësimin arritëm ta kemi të drejtën për të hyrë. Nuk na treguan dot katin e 8, sepse sipas tyre është kati familjeve arabe
mbretërore dhe vetëm me një okej nga vetë familjet mbretërore mund të hyet. Tani arritëm te spaja. Shohim se ku do t'jemi. Thank you. You'll escort us inside? Thank you. Kjo është pjesa e spas, duke si një lloj parajse e vogël. Spaja është edhe me fazan. Spaja. Spaja është e famshme, shifi. Shifi si të presim fazanët. Hello. Kjo është pjesë është sa e bukur, pjesa përballë. Është e mbushur një pjesë, kështu që nuk mund të hymë në të gjitha, por do na shoqërojnë, është sa e bukur, është komplet e stilat. Hello. How big is the spa? We have 9 treatment rooms. Yes. But at the moment, we are fully committed. Yes, I know. Because today is weekend. Yes. And yeah, so all the treatment rooms will be upstairs. Upstairs. This is our before we go into the leisure area or to the beach club. Beach Club. Jemi duke shkuar në pjesën e Beach Clubit. Hello. Hello, good afternoon, Blendy. Can you show us, we came from the reception, something from the spa? Oh, you have a barber here. We have a barbell as well. And this, Edhe një berber me aqua di Parma, që shumë interesante. Yes. and then this is the pool. Would you like to see the other side, the Oriental? Yes, okay, but let's have a look. Here it's the pool, family pool. This is the family pool, correct. That means everybody can bring kids here. It's mainly for the kids because of the slide and the together. Oh, yes, it's... How big is the pool? Oh, that's a very good question. It goes all the way around. All around. And the water temperature, it's 30... It's temperature controlled, so we do it at, depending on the weather, we do it at 29, 28. 28, 29, it's controlled even in the, let's say, low season. In the low In season, the- we do it higher. E hajë. Shiveni ka dhe pjesën e lojrave për fëmijë të vendosur andej. The other pool is quite far, we won't be able to walk there, but I'll show you the lazy river. Yes. Të gjithë këto janë dhoma. Yes. Outdoor gym, indoor gym, we've got 2 gyms as well. You And got 2 outside. gyms. Yes, sir. 2 gyms, 2 pools, a beach that spans 1.3 kilometers. 1.3 km, që nga 1.3 km, jo 1.2 sa thash unë. What else? Kayaking, water paddle, tennis. We've got a whole football pitch as well. Yes, I've seen that, Have you seen yes. It's great. Camel riding, complimentary. Camel riding Camel complimentary. riding, we've got 4 camels. This is the lazy river, so it goes all the way around. And the pool, it finish here, No, there's still more, sir. It goes all the way around. it's go all around. All the way around. There's a lot more. Është duke ardhur, i vjen rrotull, imagjino sa është vetëm pjesa e pishinës. Është fantastike. I don't know if you can see the camels from here. Yes, Yeah. yes. You want to try a camel ride? I will try. I will try for sure. You have. All this is beach. 1.3 kilometra është deti, do të thënë linja e detit, prej atje në fillim tek palasi që është mes e deri këtu ku mbyllet. Është e jashtëzakonshme. Shihni sa e gjatë është e gjitha.
And you use shuttle for the resort. Shuttles, yes. Përdorin shuttle për shkuar nga një anë e hotelit në anën tjetër, ndërsa këtu dilet this all the way to the beach. Yes, let's go. Kjo është pjesa. Take the shuttle. Pjesa më e madhe marrin shuttle-in për të shkuar. Tani ne do shkojmë në plazh. It's the artificial sand. You bring it from some other. That's a good question. I think so. Yes. E kanë sjell nga Egjipti me sa di unë, rërën që vendoset këtu. This is our resort hub. We do snorkeling from here. We get Snorkeling? Snorkeling, yes. Where exactly the And snorkeling? In the beach. In the beach. We're using an outsourced company that comes every Saturday and Sunday. They're probably here today. Yes. And this is our little game areas. We have pool, yard. And the kids club do you have? Yes, sir. We do. We do. And these are our lovely camels. And here you have also the Arabic coffee. Hello, man. Hello. Welcome. Hello. How are you? Good. How are you? Fine, good. Oh, great picture here. It's amazing. Can I ride the camel? Yes, no problem. Tea, coffee? Coffee. Arabic coffee. Kjo është kafja e famshme arabike. Coffee? Oh, këta e kanë shumë të mirë. Kafen arabe e kanë shumë të mirë. تنارات خفيف. Gjiro me kamel në pushtetit në Emirates Palace në Abu Dhabi. This is my seat or there? How we can do it? Like this? I'm okay? I can ride? Are you sure? Po nisem tani me beben. Uh, 10 years? 10 years. 10-5. 10. 10-5. 10 vjeç e 5 muaj. Jemi duke ecur në bregun e detit në Emirates Palace, një prej hoteleve më të mëdha ku ofrojnë dhe shëtitjen me gamile për, po e quaj pjesën e klientëve. Ky është plazhi privat që kanë. Është goxha i bukur. Përballë është plazhi komplet i dedikuar. Ky është plazhi i hotelit dhe është plazhi dedikuar i Palace. You are from here, from Abu Dhabi? From Bedouin Desert. From Bedouin Desert. Yes. Është tradita e gamileve, është e famshme në botën arabe. Është një nga traditat kryesore me të cilën beduinët kanë jetuar gjithmonë. How often the camel drink water? Don't say much. Camel 3 days. 3 times a day, eh? No problem. No water, no food, no problem. No water, no problem. How long they can stay without water? In desert, Yes. too much time. Yes? Maybe 10, no water. 10 days. Deri në 10 ditë, thot ky, mund të qëndrojnë pa pirë ujë. Gamilet, dhe kjo është çështja që ne i themi deve disa gamile që i përdorim për këtë gjë, pra i përdornin për këtë gjë, për të ecur shkretirë në mungesën e ujit. Kultura beduine është e jashtëzakonshme. Në fakt, karavanet niseshin nga një pjesë e botës arabe në pjesën tjetër. Këtu jemi tani në plazhin qendror, që është privati Palace. Ai aty është Palace, pjesa e Palace të Emirates Palace, pra pjesa po themi kryesore. Mbrapa duken gradacielat e mëdha të Abu Dhabit, ndërsa këtej është pjesa lindore dhe pjesa perëndimore e Emirates Palace, 1.3 kilometra i gjatë në të gjithë gjatësinë e tij. Edhe me një pamje fantastike.
rëra ka ardhur, thash, kur ndërtua Emirates Palace, rëra erdhi nga Egjipti, është rërë e rrallë, u vendos dhe një prit përballë që dallgët mos e marrin më, mos arrin ta marrin rërën. Për të lëvizur nga një cepi hotelit në tjetrin, do duhet gjithmonë një bagi, që domosdoshëm. Pojmë pjesën qendrore të saj. Salah, how old are you? From Albania. Yes. Holidays, yes. Po pyeta jemi për pushime, thash jemi për pushime, sa ti shpjegoj se për çfarë jemi këtu. Përballë është hoteli Rixos, I cili ka imituar hotelin e famshëm Atlantis të Dubait. Edhe vazhdojmë, thash, kultura e karvaneve ishte një kulturë e jashtëzakonshme arabe. Pikërisht fal karvaneve ata filluan televizin si tregtar në të gjithë globin, nga njëra anë në tjetrën. Gjëja e tyre është, po quaj, mënyra si ata kanë lëvizur në përbotën arabe, në Afrikën e Veriut dhe në një pjesë të Azisë është impresionuese, padyshim në Europë, ishin mjeshtrit e parë të tregtisë arabët, të cilët lëviznin nëpër të gjithë këto zona, kryesisht për tregtinë e mallrave që I ngarkonin mbi këto deve, pra të gjitha. Duhet bëj dhe një selfie që t'jem tamam. Pra jam maj të Gamiles, duke ecur bashkë me mikun tim Salah në zonën e Emirates Palace. Është pjesa që e përdorin kryesisht për turistët ose për, po quaj, pjesën e guest të hotelit. Jam duke afruar prapë këtimit. Shiheni se si rrinë rosat deri në rër, rosat shumë bukura. Dalin deri në det. Deti është I pastër, me thënë drejtën, goxha I pastër. Po kthehemi mbrapsht. Kjo shëtitja me Kamile ishte shumë interesante. Po të kesh parasysh edhe çajin ose kafen arabe që këta të ofrojnë, që kanë fiksim. Blendi. Jemi duke u kthyer në zonën qendrore. Shumë e këndshme xhiro. Salahu që nga figurë. Po mbrim. Vendin ku duhet.
vinë dhe fëmijët për të lëvizur me kamile. Tani do shifni edhe kur të muli. تعال المزيون قاعد. Shishi si ulet. E keni parë si ulet Gamilja, shifeni. Up. Wow. Thank you very much, Salah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, my friend. Goodbye. Thank you. Right? Tani po shkojnë det, shive si është rëra. Është rër komplet si pudër, rër e bardhë sjell nga Egjipti, qoftë tani në drejtimin tjetër. T'ju tregoj dhe plazhin për ta kuptuar se sa i madh është plazhi. Fryn shumë erë në fakt. Fryn erë, po temperaturat janë përvoluese, ngjit nga temperaturat. Ora 4 është dielli që bie pingull. Ja dhe plazhi, po shkoj direkt tek deti se s'dua të bezdisim njerëzit që mund mos duan dalin. Për t'ju treguar sa i pastër është. Ja, dhe kjo pjesë shive si është uji. Shive çfarë kthjellësie që ka. Është goxha i kthjellët sepse e pastrojnë, pra është plazh inxhinierik siç i quajnë, me rërën e përzgjedhur dhe me ujin e pastër, me një pastërti me filtrim kryevepër. Në sheshin kryesor, përpara pallatit të kombeve në Emiratet e Bashkuara Arabe, në Abu Dhabi, është pallati i cili përfaqëson të gjithë Emiratet e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe është selia e presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ky pallati pas tij është selia e zëvendës presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, ndërsa selia e tretë është selia e princit të kurorës së Abu Dhabit. I gjithë pallati është 360.000 metra katror. 360.000 metra katror të tre pallatet. Është ngjitur me Emirates Palace, një prej hoteleve më të famshëm të gjithë Emirateve Arabe dhe një prej hoteleve më të famshme të botës. Është ndërtuar midis vitit 2010 dhe vitit 2017. E gjitha me mermer të bardhë. Ka kupolën më të madhe në botë në pallatin qendror, ndërsa rreth e rrotull është i rrethuar me thuajse 35 hektar, të paktën kjo ishte shifra që më dhanë, oborre të gjelbëruara në mes të shkretirës. Pra shiheni pak se çfarë pamje ka. Kjo është zona ku mbrin delegacionet zyrtare që vinë përmes derës së parë të hyrjes në anën tjetër, rrotullohen mbi këtë vend këtu, pra mbi këtë shesh këtu ku jam unë, dhe më pas kalojnë drejt për drejt në hyrjen qendrore. Nëse shihni një kupol të vogël, është kupola ku presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe ose princi i kurorës së Abu Dhabit
presin delegacionet në diell, pra për të mos qëndruar në hije për të mos qëndruar në diell. Është absolutisht një nga gjërat më të mrekullueshme që mund të shohësh, do mundohem t'ju tregoj dhe nga brenda aq sa do kemi. Nuk është shumë e thjeshtë të mbrish, në pjesën më të madhe të kohës është e mbyllur, lejohet në kohë të caktuara për turistë, ndërsa në pjesë të tjera të ditës është e rezervuar vetëm për miqtë e Emirateve të Bashkuara Arabe. Keni parasysh që Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dhe presidencën, Abu Dhabi ka dhe presidencën, Emirati i Abu Dhabit ka dhe presidencën e Emirateve të Bashkuara Arabe. Ne njohim më shumë Dubain, por është Abu Dhabi që drejton Emiratet e Bashkuara Arabe. Është absolutisht një nga mrekullit, t'ju tregoj pak nga pak edhe në brendësi. We'll start from here. Everything starts for here. Yeah. Normally the presidential protocol is quite simple in a way. They cross by the same door as you cross, and they walk beside. They come from the main door. Sir, and they walk beside with the president until this mid side of the palace. And the president wait here. Këtu është vendi ku rri presidenti kur pret delegacionet. Kupola, një nga kupolat më të larta të botës pas asaj të Vatikanit. Yes? From this side we will have to. Pjesa hyrëse e pallatit të kombeve. Pallati i parë, një serie prej 3 ose 4 pallate, sepse 3 janë pallate të Abu Dhabit, të Emirateve, i 4 ish Abu Dhabit. I pari pra është ky pallati ceremonial, në cilën zhvillohen të gjitha ceremonitë e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe të presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Mbas këtij vjen pallati i presidentit, i zyrave, pallati i zëvendës presidentit dhe i katërti, se 3 quhen të Emirateve, i 4 ish Abu Dhabit, është pallati ose zyrat e princit kurorës së Abu Dhabit. Jam në qendër, në hallin qendror të pallatit, i cili është mahnitës. I gjithë pallati është bërë me dorë, janë dashur 7 vite. Është punuar me arkitekt dhe dizajner nga të gjithë bota, si dhe çdo pjesë që shihni në tokë është e bërë me mozaik, me materiale të jetë të çmuara, që nga mermeri dhe deri tek mermeret e rralla blu, lapidus, onyx apo madreperl. Ndërkohë, këtu jam nën kupolën më të madhe, një nga më të mëdhajet e botës, bazë asaj të Vatikanit. 37 metra gjerë, 15 metra e lartë vetëm kupola, 60 metra nga ky vend këtu e deri në majën e saj. Një prej kupolave më të rralla të gjithë botës dhe një prej mrekullive. Eksaktësisht këtu në qendër qëndron presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe kur pret nga dera qendrore miq që vinë. Ndërkohë pallati ka 4 drejtime. Në këtë drejtim shkohet në zyrat e punës të pallatit të presidentit, zëvendës presidentit, emirit të Abu Dhabit. Në këtë drejtim këtej shkohet në hallin e famshëm të shpirtit të bashkëpunimit, ndërsa në një krah është pjesa e banketeve, pra restorantin, ndërsa në krahun përballë është salla e dhuratave të princit të presidentit të Abu Dhabit. Në anën tjetër, krejtësisht është biblioteka dhe 4 dhomat e punës të Abu Dhabit. Tani unë po ju tregoj pak dhomën e ngrënjes, do vazhdojmë me shpirtin e bashkëpunimit, do vazhdojmë pas me seksionin e dhuratave, janë vetëm një pjesë e dhuratave të presidentit, shihni çfarë mrekullie është e gjitha, dhe më pas vazhdojmë tek salla e qendrore e takimeve, salla e takimeve më të rezervuara dhe tek biblioteka. Kjo është salla e ngrënjeve e banketit, është 300 vende ulur, 99% e ushqimit që shërbehet aty është ushqim vendas, pra nga Abu Dhabi, kryesisht oriz, pul, qingj, pra të gjitha ushqimet tipike të Abu Dhabit. Janë 300 vende ulur, mund të shkojë deri 1000 e ca veta nëse është banket në këmbë, dhe shërbehen, pra po themi, të gjitha pjesët e drekave dhe darkave shtetërore që presidenca e Emirateve të Bashkuara Arabe jep për të ftuarit special në Emiratet e Bashkuara Arabe. Pra shiheni, kjo është pjesë, vazhdon akoma e gjithë salla mund të hapet në këtë drejtim dhe të jetë akoma më e madhe, keni parasysh, ndërkohë po vazhdoj te shpirti i bashkëpunimit. Kjo është pjesa e sallës kryesore të takimeve, sallës që mban emrin e Sheikut Zayed dhe quhet shpirti i bashkëpunimit. Është gjëja më e rëndësishme e pallatit presidencial të Emirateve të Bashkuara Arabe në Abu Dhabi,
gjëja më e rrallë është Shandani që po shihni sipër. Është 12 metra i lartë, 8 metra i gjerë. Është i përbërë nga 350.000 copa kristali. 350.000 copa kristali dhe peshon 12 ton. Është Shandani më i madh dhe në aq sa kam unë njohuri, nga që kam vizituar, është një nga më të mëdhejt që kam parë ndonjëherë në të gjithë botën. Zëri që dëgjoni dhe që vjen nga mikrofon, nga altoparlantët në rreth e rrotullës, zëri i Sheikut Zayed. Pse? Sepse ai ndroi jetë në vitin 2004, pa arritur ta shitë ndërtimin e këtij pallati që filloi në vitin 2010. Por Abu Dhabi është aty falenderues për të qenë njëri prej vizionarëve të parë të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe të zhvillimit të Abu Dhabit dhe të Emirateve në përgjithësi. E gjithë salla është e punuar me dorë, çdo gjë që po shihni sipër apo në të gjitha anët dhe rreth e rrotull janë pjesa e personave të ftuar që vinë për të vizituar Emiratet e Bashkuara Arabe. Është absolutisht një prej mrekullive që mund të shihni në të gjithë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe pjesa siç e quajnë më interesante e pallatit presidencial të Abu Dhabit. Kjo është pjesa e dhuratave që janë dhuruar presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Përballë janë portretet e 4 sheikëve, ndërkohë në këtë drejtim janë 120 pjesë të dhuratave, e cila është vetëm 1% fare e pa konsiderueshme e koleksionit jashtëzakonshëm që presidenti i Emirateve Bashkuara Arabe dhe princi i Abu Dhabit merr nga vendet e tjera, është thjesht për të krijuar një ide. Disa prej tyre janë me një vlerë të jashtëzakonshme. Kjo është pjesa që i takon falkonjve që vinë dhurata nga vendet ndryshme të botës. Këto janë armët që janë poshtë shumë të rralla. Kjo thik Oman e Omanit, këto 2 shpata ari, komplet ari që vinë nga Arabia Saudite. Kjo shpatë demburoj që vjen nga Kazakistani. Kjo pushkë vjen nga Polonia. Pushka tjetër e gjitha e përgatitur nga Turqi, ndërkohë që në këtë drejtim janë prap dhuratat tjera. Nga do të rrotullohesh ti mund të shohësh 120 pjesë dhuratash që vlen vetëm për t'i treguar publikut se kush janë dhuratat që mund të marrin në një rrethan të caktuar, pra si presidenti i Emirateve të Bashkuar, presidenti i Emirateve dhe princi i Abu Dhabit. Këtu janë një pjesë shumë e vogël e medaljeve që ai ka marrë, duke filluar me Legionin e lartë të nderit, medaljen e mbretit Abdulaziz, pra disa nga medaljet më të rëndësishme dënë nga vendet arabe apo nga vendet e po quajt të perëndimit, po këtu janë kryesisht Arabia Saudite, Omani, Kuwaiti, pjesa kryesore. Në pjesën tjetër pasaj janë medaljet e Ukrainës, se janë të gjitha të shkruajtura të Hollandës, të Francës, ndërsa këtu janë disa dhurata. Kjo dhuratë ardhur nga Palestina, kjo dhuratë ardhur nga Bahreini, kjo kull komplet prej floriri e dhuruar, shifeni, nga Bahreini, që është e jashtëzakonshme, Chelsea, qytetit Jeruzalemit në Flori, prapë së bashku me flamurin e Palestinës, ndërsa këto janë dhurata të ardhura nga Vatikani. Në krahun tjetër ke disa nga kuranët më të famshëm të botës, që i janë dhuruar, pra të punuar me dorë, që i janë dhuruar presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Disa varka, ndërsa këto janë veshje të rralla që vinë nga, me siguri duhet të jenë veshje mongole, po, absolutisht, një pjesë mongole, një pjesë kazake, dhe dalim prap në hallin qendror, ku në një anë shkohet në Spirit of Collaboration, në shpirtin e bashkëpunimit, ndërsa në qendër është e njëjta hapësirë, shihni sa e bukur është pjesa sipërme. Vazhdoj më tej t'ju tregoj. Tani po shkojmë pjesën tjetër, pra lam pas pjesën e po e quaj shpirtit bashkëpunimit, dhomën e dhuratave, dhomën e ngrënieve, banketin. Kjo është dalja tjetër për në pallatin e presidentit, te është dalja për jashta, ndërsa këtej hymë në sallat e takimeve dhe në bibliotekën. Sallat e takimeve janë interesante, është salla ku presidenti Donald Trump 2 muaj më parë u prit nga presidenti i Emirateve Bashkuara Arabe dhe ishte i manitur me, siç thotë ai, me ndërtimin që ishte bërë, për çdo fjalë thoshte beautiful, po në fakt e tha edhe në Katar, edhe në
Kuvajt mos gaboj që ishte. Kjo është njëra nga sallat, pra një sallë për takime më të rezervuara, të gjitha dyert përballë. 1, 2, 3 janë dyer sallash po ashtu për takime. Kjo është salla tjetër, por salla zyrtare e hapur, pra salla ku bëhen takimet e zyrtare të presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, është kjo sallë këtu. Është kjo sallë këtu. Shiheni, ja ku është fotografia e presidentit, aty ulet presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe dhe të ftuarit e tij. Këtu bëhen bisedimet më të rëndësishme të Emirateve të Bashkuara Arabe. Për të pasur një ide më të qartë mund ta shihni këtu në këtë po e quaj televizion, i cili i tregon, ja ku e tregon të ulur presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe me të ftuarit e tjerë. Pra i ulet në pjesën e djathtë të sallës. Ndërkohë, kjo është një ekspozit e vogël e të vetmit astronaut të Emirateve që ka shkuar në hapësirë, i cili ka dhuruar gjithçka që ka pasur në fotografit e tij në hapësirë, e flamurin e Emirateve që ka shkuar në qendrën spaciale, të gjithë veshjet e tij përfshi orën Omega që ka pasur në dorë, pamje nga hapësira, librin e tij me shënime, një pjesë të po e quaj pluhurit të hapësirës, disa materiale, vijon dhe në pjesën tjetër, por tani po shkojmë tek biblioteka që është shumë interesante. Kjo është pjesa e librarisë së Pallatit Mbretëror, edhe siç thonë një nga dhomat më të bukura, është e gjitha e rrethuar me libra në të katër drejtimet, ndërsa në drejtimin Matam përballë meje është VIP room ku ruhen disa nga po e quaj librat, artefakte më të veçantë, më të rrallë origjinal që kanë. Në këtë drejtim të shohësh pjesën e autorëve dhe të jashtëzakonshme të Pallatit Mbretëror. Libraria ka një numër librash origjinal që lidhen me botën arabe, me leximin e Kuranit, me përkthime të rralla. Libri më i vjetër është një kopje e fjalorit arabisht frëngjisht të përgatitur për fushatën e Napoleonit 1799 në Egjipt, kur pjesa, po them, europiane dinte shumë pak për botën arabe dhe ky libër ishte i domosdoshëm për komunikimin e tyre. E gjitha është, kur shihni pak kupolën sa e lartë është dhe është i hapur për publikun 24 orë, është e vlefshme për studentët, për studiusit, për gjithë. Në qendër është pjesa e po e quaj e mozaikut, ndërsa këtu është arma e botës. Shumë interesant të shohim në gjithë drejtimet. Ka një aks pallati që vjen nga spirit of collaboration, pra nga shpirti i bashkëpunimit, nga salla kryesore e takimeve dhe del në anën tjetër në pallatin e dytë në këtë drejtim. Ndërsa në drejtimin këtej janë kopshtet e jashtëzakonshme të pallatit. Eva. العربي من خلال الأنماط والزخارف والأشكال الهندسية والأنواع المزدحمة بطبيعة المنطقة وحضاراتها. The main dome is one of the largest in the world and measures 37 meters in diameter. تعتبر القبة الرئيسية للقصر إحدى أكبر القبب في العالم، ويبلغ قطرها 37 مترا.
Kjo është pjesa përjashta, pjesa e gjelbëruar e kopshteve të pallatit presidencial të Abu Dhabi. Të Emiratet e Bashkuara Arabe, shifeni midis tyre kanë vendosur pjesë qelçi, duken për t'i dhënë ndriçim më të bukur në diell, ndërkohë që e gjitha është me shatërvane që janë herë ndizen këto, herë të tjerët, është një shatërvan gjigant. Oborret vinë rreth e rrotull të gjithë pallatit. Jam vetëm në pjesën përpara, kjo është njëra pjesë, pjesa tjetër vazhdon në këtë drejtim dhe del deri në det. Në pjesën anësore mund të shihni të gjithë pjesën e pallateve të larta të Abu Dhabit, i cili është një prej emirateve që është zhvilluar mbas Dubait, por që po tenton të konkurrojë me zhvillim pjesën e Dubait. Në anën tjetër, nuk e dia mund të hym këtu se është po më mirë po i vi rrotull edhe pse është pak rrugë e gjatë, është pjesa tjetër e oborreve. Shihni, temperatura është përvoluese, por gjithsesi është e ngjashme me temperaturën, me vapën më të madhe të Tiranës ose të Shqipërisë në gusht. E gjithë kjo sipërfaqe e një shkretire është e mbjellë me gjelbrim që po ndryshon pak dhe mikroklimën e saj. Shihni si shtrihet gjelbrimi. Çdo gjë, çdo pemë është me ujin që i shkon në rrënjë. Shihni edhe dy rosa që pas kanë dalë vetë te uji. Po vazhdoj këtej për t'ju treguar pjesën tjetër të oborreve. Shihni gjithë. Nuk më lejon më të shkoj mëtej janë oborret e tjera. Nuk lejohet vetëm në këtë drejtim, thot. This side not? Not. Pra gjithë pjesa e oborreve, shihni se si shtrihen. Shihni se si shtrihen gjithë pjesa e oborreve. Mëtej është pallati tjetër, edhe pjesa e grattacielave të famshme të Abu Dhabit. Është shumë, janë 4 pallate, ky është kryesori, pallati i kombeve.